Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju edhe një herë historinë e divës së Parashevi Simaku. Në Instagramin zyrtar të mbesës së saj, Ina Simakut, Ina ka publikuar një fotografi me hallën e saj, duke u ndjerë shumë krenare dhe duke u ndjerë falenderuese dhe mirënjohëse te krijuesi jonin i dashur që hallën e saj e riktheu bukur në këtë botë, që hallën e saj e solli bukur dhe i dha një super fuqi fantastike që zonja Parashevi po kalon ditë të mrekullueshme pranë familjes së saj. Momente emocionuese, momente pikëlluese, momente dhimbje, por njëherë edhe momente gëzimi, nga ku ishte në atë që është. Unë jam munduar që nëpërmjet një letre të shpreh disa fjalë për të pritur edhe këngën Dashuria, që është një remake i dikurshëm i zonjës Parashevi, domethënë një këngë që Parashevi Simaku e ka bërë vite më herët, edhe tashmë po e rikthen përsëri në skenë në një formë ndryshe. U prit me kritika, kritikuesit ne i kemi, domethënë ndoshta e nxorën atë vrerin e tyre akoma pa ardhur videoklipi. Në rrjetet sociale është publikuar një as minutash nuk është, domethënë një pjesë shumë e vogël në sekonda ku Parashevi Simaku ka treguar një pjesë të klipit, ndoshta nuk është fare ai klipi mbi të cilin ne shikojmë. Klipi mund të jetë diçka tjetër më profesionale, se me thon drejtën mua nuk mu duk profesionale ajo, mund të ketë qenë ndonjë moment që Eltoni e ka punuar së bashku me grupin ndihmues vetëm e vetëm sa për të treguar që zonja Simaku po risjell një projekt. Unë mendoj që Parashevia është në kohën ku ne duhet ta mbështesim dhe jo ta kritikojmë atë. Nuk mu duk diçka e tepruar, nuk mu duk diçka e egzageruar, mu duk diçka shumë artistike për artin mbi të cilin ajo bën dhe për mënyrën se si ajo e ka kënduar këngën e bukur shqipe dhe se si ka ardhur në skenë, mu duk tepër artistike, nuk vë fare në dyshim atë ndihmën e madhe dhe profesionismin që ka Fadil Berisha, por gjithsesi do me thënë ka dhe nga ato të cilët japin mendimet e tyre dhe shprehin dyshime mbi keqpërdorimin e imazhit të saj. E shfaqur për herë të parë pas shumë vitesh. Parashevi Simaku, një figurë që dikur mbante një vend të nderuar në botën e muzikës, tani është kthyer më e fuqishme se kur, nga një pastar e jetuar në errësirën e metros të New Yorkut. Ajo ka rikthyer jo vetëm me elegancën e saj, por edhe me pasionin e humbur për muzikën që dikur e kishte formësuar si një ikon. Mbi shinat e metros, ku disa vite më parë Parashevi Simaku ishte një ndër shikueset e zakonshme të jetës që kalonte, tani ajo është një tjetër personazh, një grua me stil, e shoqëruar gjithmonë nga mbesa e saj. Dikur isha e humbur në kaosin e jetës, mes pasigurive dhe vetmisë. Shprehet shpesh herë Parashevi Simaku, ndërsa qëndron pranë një kafeje luksoze në qendër të qytetit, duke treguar rrugtimin e saj dramatik. Tashmë Parashevia, nga ajo që ne kemi arritur të shohim dhe të kuptojmë, fal ndihmës dhe mirësisë që treguan Eltoni, Elvira dhe shumë njerëz të tjerë që nuk janë bërë publik në këtë ngjarje të madhe, jeton në zemër të New Yorkut. Ajo tashmë zgjohet çdo mëngjes, pin kafe në rahat, nuk vuan më nga e kaluara, por ka marrë një shkollë nga e kaluara dhe është njeriu më i duhur që ne mund të dëgjonim për rrugtimet tona të jetës dhe për të marrë mesazhe jete. Parashevia sot New Yorkun e shikon me një sy tjetër, por me një zemër të plot, për faktin sepse nga ky New York Parashevia përsëri u kthye. Do të thënë qëllimi edhe sinqeriteti jonë është shumë i rëndësishëm në jetë, me çfarë qëllimi ne shkojmë drejt asaj që ne duam të arrijmë edhe duam të ndërtojmë dhe me çfarë qëllimi ne e lëm rrugtimin ton. Jeta është shumë e vështirë, do me thëmë për të ngjitur në maj, do të na dalin gur, do të na dalin gjëmba, do gjakosemi, do lëndohemi, do
prehemi, do thyemi shpirtërisht, por në qoftë se ne gjithmonë kemi guximin që në këtë rast zonja Parashevie ka patur shumë të pranishëm pranë vetes së saj, ne do të arrijmë majën. Pastaj në majë ne mund të kemi 2 rrugë të kthimit, mund të kemi edhe 4 rrugë të kthimit, se ne ashtu që hypim atje lart duhet edhe të zbresim poshtë. Thënë mund të kemi edhe 4 rrugë të kthimit, por në asnjë mënyrë krijuesi jon në ato rrugët e kthimit nuk do të na e vështirësoj. Do thoni ju pse? Sepse i gjithë sekreti në këtë mes është ky, se gjatë kohës kur ne jemi ngjitur në shkallët të jetës tonë, që ne kemi dashur të arrijmë qëllimin mbi të cilin ne kemi vënë fokusin ton, na ka dalë një njeri në rrugë që ne na ka ndihmuar, që në këtë rast është Eltoni, për shembull me rastin e zonjës Parashevi, apo dikush tjetër, dhe ne çashtu të gjakosur kemi vazhduar, kemi ecur bashkë me atë njeriu, bashkë me njerëzit e tjerë, vetëm e vetëm të arrijmë qëllimin ton. Dhe sot ne kemi bërë mirë dikundi, apo qoftë ne ashtu të mërzitur, ashtu të lënduar që kemi qenë dhe kemi thënë që ne nuk do t'i arrijmë dot qëllimet tona, por ne në ato momente, në ato qëllime kemi ndihmuar dikë, që edhe ai dikush i ka patur një qëllim. Dhe ne kemi lënë anash veten tonë, edhe pse vetë kemi qenë kaos. Dhe ajo e mira që ne kemi bërë, ajo do t'i zbap të gjitha rrugët e kthimit tonë dhe ne nuk do ndeshemi më në përvështirësi. Dhe kjo ishte arsyeja e një guximi të fortë, një bindjes të fortë që në fakt zonja Parashevi kishte. Ajo e dinte që po jeton në rrugë, por kishte një shpresë në veten e saj, kishte një dritë, le të themi, nga krijuesi, nga universi, që unë do të arrij qëllimin tim. Unë do të shkoj të realizoj ëndrrën time, se unë në fund të ditës për këtë ëndër u ndava nga i me më, unë në fund të ditës për këtë ëndër nuk e pa shkufomën e saj. Dhe realisht, sot, ajo është shumë e lumtur, se ajo ka realizuar një mision shumë të madh që e ka patur në jetën e saj, një mision që nuk i ka hequr kur dorë. Për vite të tëra, Parashevi ishte një emër i njohur në rrethin muzikor të Shqipërisë, por edhe më gjerë. Por një seri ngjarjesh të dhimbshme dhe humbja mundësive e shpërfillën atë. Ajo kishte kaluar nga ngjitjet e lavdisë në rrugët e pasigurisë. Është shumë e rëndësishme, nga ngjitjet e lavdisë në rrugët e pasigurisë. Deri më tani, ajo ishte një tjetër emër që kishte harruar nga muzika, dhe nga shumë e zhytur në hije dhe në përpjekje për të mbijetuar, duke kaluar net të ftohta në metro, në dritën e llampave të plasaritura. Por ajo që duket të jetë një rikthim i papritur për të, është një transformim i jashtëzakonshëm që shumë shpejt ka kapur vëmendjen e të gjithë shqiptarëve. Ka diçka që nuk mund ta heqësh kurrë, një pasion të lindur brenda. Muzika është fryma ime, ajo që më mbajti të gjallë në atë kohë. Thot Parashevi me një buzëqeshje të kthjellët, ndërsa mbesa e saj e shoqëron gjithmonë duke u kujdesur për të mbajtur afër në çdo hap që ajo bën. Në këtë udhëtim të saj, Parashevi ka pasur mbështetje nga mbesa e saj, një vajzë që e ka njohur nga afër dhimbjen dhe sfidat e jetës së hallës së saj. Ajo është më shumë se një hall për mua. Është një simbol i forcës dhe guximit për të filluar nga e para, pa haruar kur kujtimin e asaj që ishte dikur. Thot, mbesa e saj duke mbajtur për dorë hallën dhe duke e përqafuar në rrugët e New Yorkut, duke e pritur me krah hapur. Pas rikthimit të saj në shoqërinë e muzikës, Parashevia ka filluar të merr pjesë në ngjarje të ndryshme, duke u bërë sërish një emër i rinjohur në salla koncertesh dhe ngjarje artistike. Muzika më dha gjithçka dhe kur nuk kisha asgjë. Dhe tani çdo tingull që krijoj është një falënderim për jetën, tha ajo duke shkruar një pjesë të re që e ka kompozuar në një prej studio të saj të mrekullueshme, me ndihmën e Elton Ilirianit dhe të gjithë njerëzve që i qëndrojnë afër. Kthimi i Parashevis Simakut tregon një tregim për forcën e shpirtit njerëzor dhe besimin që çdo humbje mund të shoqërohet me një fitore të re. Kur ajo mbështetet në dashurinë e të tjerëve dhe në pasion për atë që ka dashur gjithmonë, muzikën, pas shumë vitesh ka kaluar në hije, Parashevi ka gjetur një mundësi të re për të ndezur dritën e saj. Tani ajo është një zonjë jo vetëm për stilin e jetës, por edhe për i përtrirjen e artit që ka dashur gjithmonë. Ajo është një shembull i pashtershëm i asaj që mund të ndodhë kur një shpirt artistik nuk dorëzohet kurrë.
Kjo ishte historia e zonjës Simaku, e cila dita ditës po na surprizon me të bukura që po sjell në artin dhe jetën e saj.